e ka njoftë Islamin fesë zyrtare. Gjermania, nëse e kish pas burrin, realisht, hipotetikisht pyetje, nëse kishe pas burrin në Hoxh. Çka kishe bëj? Ishe konvertu përsëri, ishe rikthy? Jo be konvertu, na jena kthin. Po ishe rikthy me pas burrin në Hoxh. Kur për jetë. Hiç. Kur, absolut. Pse unë po e kam fjalën ishe bërë. Po lekët pyetje se këta as nuk janë katolik, as nuk janë shqiptar be kështu. Këta mas po janë të shërbuj kombit. Kjo është përçarje. Mi thoni Hoxhës. Veten. A e ke burrë, e ke djalë, e ke vajzë. Krejt njerëzit. A kanë thonë familjarët diçka kur i rikthy se ki na sta familjar? Absolutikisht familjarët, vëllau ka ardhur bile atë ditë kur jam pagzu, e kam pas në kish, se nuk pakisi jemi. Pjesa dërmuese është jashtë këtë në perëndim, domethënë kurse gjysën e familjes edhe për ka ona vllaut, edhe ka ona burrit, i kam të fesë së krishterë, që kanë kaluar në fenë e krishterë. E Hoxh ti më pas për shembull një bashkëtorë siç është zonja Lirit me dash më rikthy, më konvertu në krishterë, çka kishe vepruar? Shiça, unë mas pari nuk kam nevojë me zgjedh një grua që i ka bindje të luhatshme. Kjo deri me tani ende nuk po di me na tragua është katolike apo musliman. Kjo vetë pranë që nuk ka qenë musliman asnjëherë. E dyta, në kishta nuk shkoj se s'kam vakt. Do me thonë, kjo është në mbështetje kanë shfrytzu kishës një gumë rezervë, po shkojmë që aty, konvertim, tash, vetë fjala rikthim, po thu që e këthyn rronjët e kunja. Jo rikthim. Po çka? Jam kthy rronjë teme. Po mirë dhe rikthim të rronjë tonë, çaj është rikthim? Po kush ju ka pengu juve më erdhë më rikthy bre Lirit? Kush ju ka pengu? Kemi qenë të okupuar. Pikunja që 26 vjetë. A mos do të del nesër do të ashush liber që 26 vjetë na kanë dorë bashkësia islame? Ju na detyrut. Jo më nësë detyrujmë as pak. Biku na ka detyruar. As pak. Edhe që tash argumenti tretë, nga kjo që tha Ketë Ilirida, jep me kuptu fyrje, linçime, anatomi, komplet jep me kuptu që këta nuk dojnë mi po muslimanët e shqiptarët e besim islam. Na tha tratar, na than ju kështu, xhamia të A ju kena sulmunda juve ndonjëherë? Për çdo emision. Jo. A tha porzet po villni. Fizikisht a ju kena. Xhamia ka po financuar. Fizikisht a ju kena sulmuar. Po ku e diun se jam unë gazeton me bukë. Pse sulmon fizikisht? Fizikisht këta masakra kanë bërë disa Lesa të ditë pyetja të vllaja. Ai kanë marru këtin artistit Lesit atë. Me thika. I kanë veç që ka bërë tallje. Ju përgatituni se çka do të bëj prokuroria me juve? Edhe një pyetje kam për juve. Çfarë do të thuni prap kur do të dilni si përçarse? Po normal se kanë medalë dhe fundin nga i keni marrë. Apo do të është diçka. Veç pak tash. Unë po a do të pendoni, a do të kërkoni falje këtij popullit që në këtë krizë ekonomike ju po dinin media që s'ka mitë të sa veç konvertime. Veç nisën, am dëgjoj diçka. Po nuk po duhet me dhon shumë hapësirë lëvizje çon se kjo nuk ka lëvizje lutem. Veç. Lutem, del të tjera pyetje nëse kisa drejt dhe po. Po debetohem në atë flamur. Në atë flamur që e mbajtëm bashkë ti edhe unë. Që 2 vjet tash të festohet 2 vjetori i lëvizjes Deçanit që tash është. Po debetohem në këtë tokë Dardone. Që kur 1 centi unë për flas për veten personalisht. Çfarë shumë mirë. Për vetë ti fol veç. Kur 1 centi nuk e kom marrë për asgjë. Mirë, amo veç kom dhënë. Mirë.